Mirëmbrëma për të gjithë ju shikues nderuar të televizionit Ziko. Po takojmë me emisionin Zhurma kësaj radhe me një befasi tjetër, me një musafir tjetër të ftuar për ju. Sonte kemi ftuar Sunaj Saraçi, një këngëtar shumë i njohur nga gjithë ne, që kemi nderin dhe kënaqësinë që është sonte me ne. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe Spari Ngjilan dhe në emisionin tonë. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Përshëndetje mia të përzemërt të televizionit Ziko dhe juve të gjithëve. Faleminderit shumë që ke pranuar ftesën, është kënaqësi për ne. Fillimisht ne do të flasim arsyeja e intervistës sonë është videoklipi juaj i fundit, por këtë do ta lëm pak më vonë. Tani do të flasim për karrierën tënde në pika të shkurtra. Na trego pak sa kur është fillimi, kur ti ke filluar të mirësh me muzikë. Do të mban mend cila është kënga juaj e parë. Meqense dim që je marrë qysh në kohët e rinisë. Pra, do të filloj me karrierën time. Karriera ime ka filluar si në moshën 10 vjeçare, ashtu, 9 vjeçar, 9 vjeçar jam regjistruar shkollë të muzikës, aty ka qenë ai starti im i parë, ku me vite, 6 vite kam qenë aty, në shkollë të muzikës në Mitrovic, jam i Mitrovicës jam, kam marrë pjesë në shumë gara festive, që kanë qenë garat e talent e Kosovës në atë kohë, kanë qenë garat festivalet si Zambaku Prizrenit, aty kam marrë pjesë me vokalist, kurse kam marrë pjesë edhe shumë garat tjera, akordet e Kosovës, ku aty edhe mora mikrofonin e artë, fitova mikrofonin e artë. Kjo është që e fillimi im. Që shumë i suksesshëm me sa po duket. Po, kam qenë i suksesshëm. Ndërsa ndalim pak te kënga juaj e parë. Cila ka qenë, mban titullin e këngës mbe? Po, albumi im i parë ka qenë vitin 93-94, kënga e cila ka pas popularitet shumë të madh, ka qenë Sa pa fat kisha qenë, pra në atë album. Kem pas edhe një duet me shoqën time me Verën, një këngë e harreshme, Dada Salet, edhe shumë këngë tjera. Rregull, Sunajin e dim që ke shumë suksese. Si në Kosovë, ashtu edhe pastaj pas largimit nga Kosova për në Amerikë, atje priu e mbara dhe pat edhe shumë suksese edhe atje. Dhe nxorë shumë këngëtar të rinë në skenë që tani do të thotë janë shumë të famshëm. Na fol pak për sukseset e tua, cilat kanë qenë ato? Po, sukseset e mia, sukseset më të mëdha të mia kanë qenë që ajo festivali Mikrofonit të Artë, festivali Zambaku i Prizrenit, talent e Kosovës, aty ku marr pjesë si violinist, ku kora suksese, po ashtu kora suksese në i shtetën e Jugosllavisë, ku 2 herë mora vend në parë si violinist, muzikë klasike. Kjo ka qenë qaj startim i parë. Mbas asaj, mu dha mundësia që të punësohem në televizionin e Prishtinës, në produksionin e televizionit e Prishtinës. Kam qenë si këngëtar, edhe kam qenë si violinist. Aty punova dhe në vitin 1991, ku në larguan me dhunë. Mbas asaj filloj jeta ime, këtë një jetë tjetër, fillon Maqedoni, me punu në Maqedoni, ashtu të radhë. Shumë vite kena punu në Maqedoni, ku aty edhe njoftova me shoqën time, ku filloj edhe dashnia e parë. Mbas asaj, në erdhi mundësia që të shkojmë në Amerikë. Në Amerikë na nisë vetëm për një muaj ditë. Atë kena qenë të ftuar për një koncert, edhe kem qenë të ftuar, dëshira jonë ka qenë me pa Amerikën, se secili. Shkum për një muaj, metëm për gjithmonë jo. Po 13 vite, po jam shumë i lumtur që mbas 13 vite erdhi koha që të kthehem përsëri në
me vendimin time për gjithmonë, edhe jam shumë i lumtur që jam momentalisht në vendimin tim në Kosovë. Rregull, Sunaj, mund të na tregosh cili është çelësi i suksesit tuaj, cila është ajo fshehtësi që punon dhe çfarë do të punojnë do të thotë është kualitative dhe pëlqejet nga gjithë. Do në cila është ajo fshehtësi që ju atë që meni për ta punuar e bëni me sukses dhe arrini sukseset tuaja. Po, kjo nuk është një fshehtësi. Unë gjithmonë kam punuar në mënyrë kvalitative, se kam pas dëshirë çdo këngime, çdo kompozimi im të jetë në nivel. Ndoshta s'kam punuar shumë për shembull, me thonë çdo 2-3 muaj me qit albume, me qit këngë. Se s'ka shans asnjëri me qit për 2 muaj çdo 2 muaj me qit këngë, kupton? Edhe me dal kvalitet, ajo është veç dështimi i këngëtarit ose i muzicientit, kupton? Unë kam punuar me kohë, se shumë i kushtoj kohës edhe shumë punoj në muzikë. Që ajo është ajo qesi të cilën prap i jepi shumë energji jepi punës. Përpos këngës, ju njihesh edhe si një violinist shumë i suksesshëm dhe them një artist i lindur. Na fol pak cili është ajo që të pëlqen më shumë, violina apo kënga? S'muj mi dallu. Violinë e du shumë se violinë e kam zemër. Zemra im është violina. Pastaj vjen gruaja. Edhe këngën e du shumë. Jeta im është muzika. Në qoftë se do me më dënu, dënimi më i madh i jetës tim është me më shkëput prej muzikës, prej jetës muzikës. Rregull, atëherë Sunaj na thuaj pak se jeta bashkëtorë juaj sa ju ka ndihmuar në muzikë, me qenë se edhe bashkëshorta juaj zonja Vera është një këngëtare shumë e çmuar dhe shumë e dashur nga publiku, do të thotë jeni përshtatur dhe sa herë nxjerrni edhe hite së bashku, hite të ndryshme. Unë po flas për këngën Gruaja në Amerikë, që është një këngë që është dëgjuar më të madhe. Na thuaj pak, do të thotë se sa të ndihmon në karrierën tënde Vera, bashkëshorta juaj. Punojmë së bashku. Çdo këngë ose çdo mendim për ndonjë këngë ose për ndonjë përgjithësi për muzikë, bashkëpunoj me Verën. E pyes, api pëlqen, as i pëlqen, çfarë po ta merr mendja, edhe ajo më ndihmon në atë aspektin e muzikës, se është ndonjë këngëtare të rrallë që i ka Kosova, jo që është gruaja ime, po i ka meritat e saj. Punojmë bashkë gjithmonë. Amerika pak momentalisht na ka largu prej skene, se janë shkaqe ndryshme të jetës. Për shkak të djalit, kina mbet atje, sado kudo shkollimi është pak ma nivel, edhe ka qenë arsyeja tjetër në shtetësia jonë. S'kem pas në shtetësi deri para 8 muajve. Po tash e kem edhe në shtetësinë amerikane. Që ka qenë esenca tjetër ka qenë djali me kry shkollën e mesme. 13 vite kena pit për çdo dy esenca, të tjetës. Po tash erdhë koha, djali kryti shkollën e mesme, në shtetësinë e morëm, edhe kena vendosëm si shqiptar që thënë më kthy, edhe momentalisht jem të tash. Na presin shumë punë të mëdha, ato e di, se shumë intervista kanë dhënë edhe fjalë që do të punoj shumë, do të jepi shumë për vetit. Rregull, përpos juve që jeni një këngëtar shumë i njohur dhe bashkëshortës suaj, zonjës Vera, njëkohësisht edhe djali nuk mbeti pa u futur në botën e muzikës. Na zbulot diçka për djalin tuaj. Unë di disa informata, por po i lëm më sigurt që na vërtetosh ti. Po normal, secili artist ka dëshira e prindit, nëse është artist,
është që të jetë edhe fëmiu artist. Të punë nuk i kam dhonë shumë zor djalit që me qenë muzicient. Edhe një sen është, në qoftë se jeton një frym, një atmosferë familjare, koft muzika ose të koft sporti, aty duhet më sill ajo puna, vëtëm. Du me thonë që djali e ka pas atmosferën në shtëpi të muzikës. Edhe nuk i ka mundu shumë. Ja kum lënë dëshirës tina, po dëshirat tina ka qenë njëjtë si jonja. Edhe fillova me to, me punu, punoj sot e ende me te, mbas se veç ka dëshirë, vile në të ketë ndihmën prej prindve, Mekull, sunaj për pas sukseseve tua në muzikë, njëkohësisht njëshes një këngëtar që dukesh gjithmonë mirë në skenë. Edhe që është e rëndësishmja, dukesh më i ri, çdo herë shkon duke u përtri, po flas në gjuhën tonë. Kjo do të kompleton si një këngëtar, ndoshta. Po sa i përkushton veshjes, dukjes në skenë ose në një intervistë ose në një gjë. Po mendimi personal është, jo vetëm për veti, s'po foli vetëm për veti, do t'i përfshi kretë këngëtarët, kretë artistat, sepse skena nuk i duron thjeshtësina, po në skenë dush pa tjetër të mu dok mirë, skenë dush me qenë pa tjetër serios në atë aspektin e punës që i krynë. Mendoj që edhe vetë adin jo mundu mi plusu këto kushtet e skenës, edhe kisha pas dëshirë çdo këngëtar me plusu. Shpresoj që jeni duke kaluar çaste të këndshme, në pika të shkurta jemi duke zbuluar për jetën dhe karrierën e Sunaj Saraçit, këngëtarit të famshëm. Ne ndodhemi, doja ta zbulojmë se ku ndodhemi, në Centrum Cafe, në një vend, një kafeteri shumë të qetë dhe shumë të mirë në Gjilan, cili mundson realizimin e emisionit tonë, ndërsa ne tani po i kthehemi bisedës dhe intervistës. Po flasim pak për komponimet e tua të ndryshme që ka realizuar dhe njëkohësisht ju jeni prodhimi Genta Ismail, e cila në fillim të karrierës së saj bëri një bum shumë të madh dhe tani vetëm vazhdon ta përsërit atë gjë. Na thuaj se si ndihesh për një sukses të saj dhe na fol pak për komponimet tua. Do të filloj me komponimet e mia së pari, t'ju tregoj se ka vite shumë që s'ndodhem këto dhe normal që njerëzit edhe nuk e dinë edhe nuk janë të informuar. Kam bërë shumë komponime të këngëve, kam bërë shumë hite që kanë qenë hite në atë kohë, edhe në këtë kohë janë, se ndëgjoj që këndohen në për lokal, në për darsma, në për ahengje ndryshme. Do t'i seke disa komponimet e mia. Komponimin e parë që kam bërë ka qenë këngëtari Seladin Miftarit të Shkupit, Salushit, ku aty Salushit ja pata dhënë 2-3 kënga, 4, nuk kujtohet. Do t'i ceki me emën, këngën Sa të këm dash Nuri Bukuris, është këngë personale ime, kënga Ah pranvera, pranvera, edhe ajo është këngë jeme personale. Edhe disa së më kujtohen tash. Kam dhënë këngë edhe këngëtarë ndryshëm tjerë, si është Afrimi Uqicit, Dadushin, është këngë ime personale, të cilat dua t'i cekja, po këtën se kam punu, për veti kam punu shumë, edhe për shoqen time Verën. Shumë këngë që kam bërë kanë qenë hite, edhe sot kanë betë si hite. Lujmi, kënga ime Sa pa fat, Ku je sonte ti, edhe shumë këngë tjera.